Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë. Kjo fundjavë ka patur pak shira, pak kohë të butë, dielli ka dalë me momentet caktuara, por e këndshme. Nëse keni patur mundësi për të dalë për një shëtitje, për të kthjelluar pak, për të dalë nga ajo rutina në të cilën jeni. Këshilla. Shpesh më thonë nëse mund të jap këshilla për ata familjarë që dëshirojnë të qëndrojnë afër familjarëve tyre apo personave miqësisht që njohin dhe duan që të tregojnë mbështetjen e tyre. Këshillat nuk janë receta ku ti ndjek disa hapa dhe kjo është e dura, por ajo që është më e rëndësishme, ti qëndroni pranë këtyre njerëzve. Ti dëgjoni, ti merrni telefonën, nuk keni mundësi. Ti vizitoni më shpesh, ti takoni. Në shumicën e rasteve është prezenca juaj ajo që mund të bëjë një diferencë shumë të madhe. Pra prezenca juaj emocionale, që këta personat mos ndihen më vetëm. Tashmë ata e kanë humbur personin që duan, e shikojnë aty për ditë, e shikojnë se si transformohet çdo ditë dhe është e dhimbshme, është një sfidë e brendshme që është shumë personale, por dhe shumë degraduese, shkatruese do të thoshja. Nëse ekzistoni aty në jetën e tyre, ju mund të bëni një ndryshim shumë të madh. Siç e thash më përpara, qëndroni afër. Një bisedë, një kafe, një vizitë në shtëpi, nëse nuk doni të jeni prezent, një telefonat, një mesazh, që ata të kuptojnë që janë të rrethuar me vazhdimsinë. Pra ju jeni vazhdimësia e tyre. Jeni që t'u japi mundësi për të kuptuar jeta atje jashtë këtyre mureve pra të shtëpisë vazhdon. Ka ritmin e vet, vështirësitë e veta, bukuritë e veta, por vazhdon. Sepse aty brenda duket sikur gjërat kanë shkuar përmbys. Realisht jo sikur, po kanë shkuar. Pra jeta merr një drejtim tjetër. Këshilla të tjera. Shpeshherë ndoshta është populli ynë, ndoshta të tjerët nuk e di, përkujdesemi shumë se si ta vëmë tjetrin në vështirësi kur i vëm për një vizitë në shtëpi. Nëse nuk e ka bërë gjërat e dura, nuk e ka rregulluar, nuk e ka mirëpritur. Kjo është ajo që ju mund të ofroni. Nëse doni vërtet një këshill, atëherë ofroni të ndihmoni në gjërat e shtëpisë. Nuk e di të më thonë ndihmë te rregullimi i ambienti apo të blerjes së diçkaje, pazaret që bëhen për jashta, është personale. Pra duhet të pyesni personin që në të cilin ju keni kontakt dhe një prej familjarëve të tyre pra është sëmurë me këtë vështirësi. Përderisa bota, mjekësia, shoqëria ja ka lënë të tëra mbi shpatulla kësaj familjes apo personave, se ndonjëherë mund të jetë fat që është një familje e madhe, por mund të jesh edhe vetëm, mund të jeni një person, dy dhe bëhet akoma dhe më vështirë ndarja e përgjegjësive. Ja si mund të jepet për shembull një shembull. Nga eksperienca që kam patur unë, një nga kushurirat e mia në fillimet e viteve më përpara, erdhi dhe u përkujdes për flokët e mamit. Ajo vetë nga natyra ka shumë qejf që të kujdeset për veten dhe bëri dhe këtë gjë për të. Për mua ishte një mbështetje shumë e madhe. Kuptohet unë ja bëja të gjitha në nëstime, por ishte e nevojshme, e shikoja në sytë e saj që ajo gëzohej se shikonte njerëz të tjerë. Ndjente përkujdesje më shumë, pra i bënte mirë edhe asajt prezenca e njerëzve. Dhe kjo ishte një moment sporadik, ka ndodhur vetëm një herë në 12 vite.
por që nuk e harroj dot buzëqeshjen e nënës time dhe lehtësimin që dha mua, sepse unë në ato momente kisha kohë që të kujdesesha edhe për gjërat e tjera të shtëpisë. Po, aq edhe një moment tjetër i dhimbshëm, që mund të kishte rezultuar shumë pozitiv, momentin kur ndron nëna jetë, tashti vendosëm një pak në pozitën emocionale, pra emotive, si ndihet një njeri komplet i shkatëruar emocionalisht, dhe të vinë njerëzit për vizitë në shtëpi dhe të thonë ose të kujtojnë se shtëpia ndoshta ajo perdi atje nuk është vënë në vendin e dur, siç duhet mirë, apo këta janë edhe njerëz që bëni mirë, t'i mbani larg, jo t'i bllokonin jetën tuaj, por lërini aty dhe kur vinë le të vinë, sepse emocionalisht ju degradojnë. E njëjta gjë, domethënë unë nuk e kuptoj dot se si ty të humbet njeriu më i dashur jetës tënde dhe ky personi në vend që të ngrihet, ndoshta le të vej vetë ta rregulloj perden apo në një gjë tjetër në shtëpi, pa bërllafe, kjo është ajo mbështetje që ti ofron njeriu. Kjo dhe s'ka shumë lidhje me demencin, por nëse doni vërtet të qëndroni afër njerëzve tuaj, kur ata kanë kaluar një lumë të madh me situata të sikletshme, të vështira, dhe ky është ai momenti që tani kanë prekur fundin, pra ka kaluar një dekadë, tash gjithë kjo mbaroi si ëndër e keqe dhe akoma ka lënë atë gropën e madhe në shpirt, pra ti nuk je shëruar dhe ti nuk e di se çfarë të pret më mbrapa. Ajo rutina jote do ndryshoj shumë, nuk është më e njëjta. Ja, këto janë ato çfarë ju mund të bëni për njerëzit që mendoni se keni dhe doni të përkujdeseni për ta. Qëndroni afër. Kalofshi një mbrëmje të qetë.